Greqia vijon të jetë ndër zonat më problematike për shpërndarjen e pakove zgjedhore tek emigrantët. Nga rreth 68.000 zarfe të dërguara, vetëm 2.400 vota kanë mbërritur në Parkun Olimpik Feti Borova. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bën me dije se është në komunikim të vazhdueshëm me kompaninë kontraktore DHL dhe i bën thirrje atyre emigrantëve që nuk po koordinohen dot me postierët, se në emailin ose numrin e telefonit ju është dërguar një njoftim i ri me të dhënat e zarfit të votimit, po ashtu KQZ rëndit dhe pikat postare që në disa zona do të qëndrojnë të hapura me orare të zgjatura pune, me qëllim që zgjedhësit të shkojnë për të marrë zarfin në rast se nuk ndodhen në banesën e deklaruar. Shpërndarja do të vijojë në disa zona edhe të dielën. Nga 245.000 zarfe në total, deri në mesditë rreth 193.000 janë tërhequr nga emigrantët në 85 shtete të botës, ndërsa në Shqipëri kanë mbërritur rreth 55.000. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi vijon apelin ndaj emigrantëve të tërheqin pakot zgjedhore deri në datën 5 maj, pasi përtej këtij afati, zarfet do të rikthehen në Shqipëri, ndërsa qytetarët që e kanë tërhequr duhet që pasi të votojnë, ta nisin sa më shpejt, pasi çdo pako që mbërri në territorin e Republikës së Shqipërisë pas orës 19 të datës 11 maj do të jetë një votë e pavlefshme.